Mirëmbrëma, ngjyra me syçin nga unë Ilir Demalia. Sonte i ftuari radhës do të jetë opinionisti Romeo Karaj, njëkohësisht edhe avokat, i njohur për çështjen Qes Dia dhe për çështjen e keshit kur u privatizua. Kështu që me që korrupsioni ka qenë ajo çka ka shqetësuar dhe po shqetëson shoqërinë shqiptare, si mungesë e drejtësisë deri më sot, do të bisedojmë për këtë tema me Romeo Karajin, por sigurisht edhe për politikën aktuale, për zgjedhjet dhe për se si do të shkojë më tej politika shqiptare dhe si do të jetë parlamenti i ri. Romeo Karaj, mirëmbrëma, mirë se ka ardhur. Mirëmbrëma Syç. Të uroj suksese në iniciativën tuaj të re. Luftëtari vjetër. Besoj do të bisedojmë, siç kemi biseduar në fund të viteve 80, në fillim të 90-s. Dhe është kënaqësi se bile mendoj të japim çik më zjarrse. Kështu kemi qenë gjithmonë. Po. Ne për këtë punë jemi. Faleminderit për të. Do ndryshojmë këtë moshë. Për këtë kam bindje që nuk ndryshon. Po. Thonë një shprehje veriore, njeriu nuk i hikën lëkurës vet. Edhe nuk ke pse. Ai që ka integritet po. Po sigurisht duhet të kesh integritet që mos veshësh 7 lëkura. Nëse njeriu ka 7 lëkura. Por Romeo, sot u mor vendimi që çështja e klubit Partizanit shkojnë në gjykat. Shkoj aty ku duhet. Shkoj aty ku duhet. Çfarë do të ndodh? E para njerë që kjo çështje u shty me artifica të tepruara, nuk ka ndodhur ndonjëherë që një seancë para pragët zgjasi kaq shumë. Kam qenë pothuaj vetëm që kam thënë që do zgjasi duke pas parasysh kompleksitetin e çështjes. Pra kush ishte përfshirë, gjendje që ka gjyqësori, sado që mendova që do zgjate, po jo kaq muaj sa zgjat. Bile edhe më tepër. Pra zakonisht që 40-45 ditë zgjasin këto lloj seancash. Vlerësohet qenia faktit, provat, o kthehet për jetim, o pushohet, o çohet gjykim. Dhe sa zgjati kjo për djeni? Po, muaj sot duash, domethënë. Po, që në momenti që u shpall akuza Berisha, deri tani ka shku besoj 7-8 muaj. Dhe me sa shoh, fakti që u shty seanca ka qenë një lloj mbas edhe marrje vesh në eshtje palët, merren vesh, që u desh të kalosh dhe periudha zgjedhore. Pra për mua ka vajti i favorizuar Berisha në këto zgjedhje. Dhe sot kemi, megjithatë ta kërkuan në mënyrë për mua të paargumentuar, dhe kur është paargumentuar është dhe pa mbështetur në ligj për shtimin e gjyqtares, që realisht ka qenë favorizuese për personin fjalë, se për të njëjtat gjëra Meta është në qeli, Veli është në qeli, po Berisha ja. Pra, përse për këta dy është marrë ky qendrim dhe për Berishën ja? Po tani për shkak të moshës apo për shkak për shkak të fuqisë që ka Berisha në lidhjet e tij të vjetra, me influencën e tij, me fuqinë e tij financiare? Tani ligji nuk njeh moshë, kur vjen puna, kur vepra penale është e rëndë dhe ti ke fuqi, sa i është në moshë të madhe, po ti ke fuqi të ndikosh në proces, të prekësh integritetin e procesit. Për këtë punë pikërisht edhe Meta, edhe Veliaj janë gjendje arresti. Se kishin shumë pushtet dhe përdorën pushtetin edhe për denigruar dëshmitarët, dhe kallëzuesin si këtë rast Meta me mua, edhe për trupin gjykues, po edhe që persona të tjerë që mund të jenë dëshmitarë potencial, ose mund të japin prova të reja, mund të jenë persona që përfshihen proces edhe ta plotësojnë atë kuadrin e fajësisë të tij. Romeo, dakor, po si ka një double standard, për shembull dhe Mediu, dhe Berisha, ose dhe tjerë, i shtyn me procedura dhe në fund quhet krimi parashkruar, domethënë atëherë krimin vërtet do dëno ka kurrë dhe këto njerëz që kanë kryer krime, edhe kanë fuqi të madhe financiare, këto atëherë e kanë pushtetin prap. Atëherë po shmangim pak diskutimin, edhe ty ke një pikë shumë e rëndësishme. Ti mund të kryesh një krim, edhe për gjatë kohës që parashikon ligji për parashkrimin e veprës penale, ti mund të fshihesh ato vite. Për shembull, ke bërë një vrasje, fshihesh 20-25 vjet, mbasi ke marrë dënimin. Dhe të parashkruhet pjesa e dënimit.
se mendohet që ka pasur një shtet, një sistem drejtësie efikas dhe ta kanë nxjerrë jetën, domethënë, deri diku e ke vetë bërë dënimin. Po, se izolujem shef, keni Po momentin që këtu kemi një drejtësi të marrë peng, me një 5%, 10% reform, aq është ndikimi i reformës drejtësi. Është jo efikas fare, domethënë. s'është efikas. Po pra, vetëm një danë dyshe para e drejtësisë është kemi me spaku, një strukturë shumë vogël. Në atë moment që ti jo vetëm që nuk arrin dot të jetosh si thua me një vetë dënim tëndin, por je aktiv politik, bën këshillik, kërkon të marrësh prapë pushtet me gjithë mënyrë, bile edhe tenton e ta zhbosh të mini drejtësi që është bërë deri tani, atëherë ne nuk kemi sistem dhe duhet bjerë koncepti parashkrimit të veprës penale pak në për pushtetarë, por edhe për tjerë. Se ke njerëz tjerë që kanë bërë nga 10-15 vrasje, edhe jetojnë të qetë këta dhe nesër kur shkojë gjykata thot për një vrasje viti 95 thot është parashkruar. Po si u parashkruaj? Unë vrasje që nuk parashkruar në asnjë vend botës. Po ka më ka dhe vrasje parashkruar. Po. Krimet kundër njerëzimit nuk parashkruan. Marrë në këtë kontekst, mendoj që ne duhet bim dakord, duhet të aprovojmë një ligj, pra jemi në situata të jashtëzakonshme që dalim me masa të jashtëzakonshme. Po. Pse vendosen ligjet? Duke parë që nuk e menaxhon dot një situatë caktuar, atëherë mbledhen ata që bëjnë ligje e ndryshojnë ligjet. Siç kemi rastin e Europës që hap pas hapi, po ja shpërson ligjet për migracionin. Po. Po del diku nga kuadri atyre që ka qytet drejtat e njeriut, thotë prit pak thotë se duke respektuar këtë lloj kuadri ligjor, unë po shbëj vlerat e mia edhe po cënoj sigurinë time. Dhe ata po kërkojnë tani të gjithë të bëjnë këtë lloj zgjidhje që u bë këtu në Gjadër me Melonin, me Italinë. Edhe kanë vënë disa variante, qoftë me Serbinë, qoftë me Burundi në Afrikë apo në vende të tjera, edhe debati më i madh që është sot, po të dëgjosh, debati më të madh që kanë Anglisët, Britanikët, kanë në lidhje me migracionin. Po. Metallin që bën sistemi, që ne kemi vënë thot një regjim të tërë thot në rjesht me hotele, me spitale, me gjithë në favor të njerëzve që vinë këtu, nuk punojnë, edhe tallen me ne, edhe kur i kapin kanal në mes kanalit të Lamanshit, prapë ata shkojnë duke qeshur në hotele, në pikat e grumbullimit e tjera, pasi ne kemi siguruar për çdo gjë dhe kemi siguruar dhe i proces që është vështirë të kthehen, edhe kur kthehen ata kanë realizuar qëllimin që kanë ardhur disa vjet për të jetuar në Britani e tjerë. Gjitha këto bëjnë që ne do të kemi patjetër qasje të ndryshme, derisa do të ketë një përplasje drejtat e njerëzit me nevojat që ka vendi, po ata do të shkojnë tek ashpërsimit. Tani ne duke parë që na janë prekur gjitha parametrat e sigurisë juridike në Shqipëri. Kur këta njerëz, jo vetëm që nuk dënohen, po këta e kanë rritur këshillikun në një mënyrë tillë që edhe paratë që kanë marrë nuk kanë ndërmend kur t'i dorëzojnë vetë një, të gjejnë një formë të butë ligjore pa ashtu, ne s'po e marrim të dy, po me këto para po na bëjnë peng. Se ato para që paguhen për zgjedhje tani, janë para që na kanë vjedhur ne, nuk është se kanë paratë nga djersën me djersën e tyre. Kështu që kur thatë për këshillik, Romeo më fal që po ndërpres, po edhe mënyra se si çfaqen me këtë para të vjedhur. Jo, janë krenarta po. Vanitoziteti tyre, luksi tyre. E kanë arritur të përmbysën kush është çfarë Mediu që ta shohun me 4 bodyguard, i kanë përmbysur vesh me zeza, ku ndodh kjo? I kanë përmbysur gjërat siç tani modeli është një deputet i thjesht, nuk është as kryeministër, nuk është as president shteti, as kryetar parlamenti. Pra, unë nuk kam pa në Amerikë që dalin senatora, kongresmen me bodyguard, me shoqërues, me makina shoqërimi. Edhe ne jemi një vend i vogël, kjo desha më fal që të preva, po desha vi ndihmë asaj që thotë, jo vetëm këto e përdorin krimin për të rujt veten e tyre dhe për mos dënu duke po na bëjnë peng dhe ne. Po kjo është tani. Tani jo më kot ka dalë në Ngrata Berisha dhe unë kam lexuar gërm për gërm si njeri që kanë bajt peng institucionet, sidomos drejtësisë në Shqipëri. Edhe ka cënuar jo vetëm sigurinë shqiptare, po kombëtare shqiptare, po dhe ato amerikane. Se je i lidhur, domethënë, dashje pa dashje në partenitetin që ke me Europën dhe me familjen euroatlantike, që bëhet fjalë për këtë kulturë demokratike, se bota përballë kulturës është, ne aspirojmë të jemi në këtë bashkësi. Ti duke qenë pjesë e tyre këtu, ti po kërcënon. Në këtë mënyrë se si mbretëron këtu me demek me votë, ke marrë procesin e votës, e ke
privatizuar, ke bërë monopol dhe oligopol, dhe pasaj me pushtetin tënë kontrollon gjithë pushtetet e tjera dhe kemi këta bilionerë që janë thjesht dhe për arsye pse ishin pushtet dhe asgjë tjetër. Pushteti është kthyer në biznesin më fitimprurës dhe garanci për çdo lloj biznesi, të zi apo të bardhë nuk ka garanci ky pushtet. Dhe jemi në këtë pikën që ne përveç se këtij parashkrimit që duhet ta heqim, të marrim një vendim të jashtëzakonshëm para gjithë veprat penale që kanë bërë pushtetarët nga viti 91-2 e deri tani të mos parashkruhen. E dyta është varianti tjetër, që veprat penale vlerësohen për nga pasojat që japin. Për nga pasojat unë jam i bindur që këta kanë bërë krim kundër njerëzimit, kundër këtij populli. Ky popull është përfituar. Kundër njerëzimit është çik. Jo, të privosh njerëzit nga të drejtat e tij. Kemi disa drejta të sankcionuar nga OKB-ja që në vitin 48. Kemi edhe pjesën tjetër të Konventës Evropiane të Drejtave të Njerëzit. Unë nuk di që kam këtu të drejtat e mia në çdo lloj hapi. Edhe thjesht kodi zgjedhor që është këtu e nxit, domethënë hapi parë i korrupsionit. Do ta konstatosh nëse nuk e ke konstatuar. Vjen me vrasjen e meritokracisë. Këtu edhe çdo kushtetutë mbron dinjitetin e njeriu, radh parë. Është më e rëndësishme se vetë jeta. Prandaj njerëzit edhe lidhet me lirinë. Pa liri nuk ka dinjitet. Prandaj njerëzit në luftë preferojnë për të qenë vendi i tyre sovran dhe të lirë për të marrë vendime sovrane të tjera, gëzojnë të drejtat e tyre të jenë dinjitos, njerëzit shkojnë edhe kanë për lavdit, vdesin për vendin e tyre, për lirinë e tyre. Këto janë peng. Këto i ka kocencion lideri i partisë. Ishin 3 parti, tani kanë ngel 2 kryesorët që kemi ne. Pra, Meta deri ku ka firuar nga kjo lojë, por kemi 2 kryesorët. Në këto parti, karriera buron nga lart. Në administratë shtetërore, duke mos pasur një ligj për administratën shtetërore, ne kemi politizuar administratën dhe njerëzit shkojnë në zgjedhje mbas partive, një pjesë shkojnë se janë pasanik edhe kërkojnë të bëjnë interesat e tyre me ato ligje që i bëjnë atje, edhe do ta sqarojmë besoj më pas. Pjesa tjetër shkojnë për vende pune. A ka më përçarje të madhe për popull? Kur gara është për të hequr ty nga puna dhe për të ardhur unë? Mirë, Romeo ka edhe një tjetër gjë. Për shembull, a mos është ky popull vetë që kërkon këtë lloj mënyrë qeverisje sepse nuk reagon dhe nuk kemi as shoqëri civile që të reagojë përkundrazi shoqërisë civile dhe ato fondacionet, edhe ato janë fole korrupsioni se i dim, tash ti i di më mirë se merresh me këtë punë, po edhe ne njohim njerëz kaq që Shqipëria, ti ke gjithë të njerëz që kanë marrë fonde, gjoja për të drejtat e njeriut, për shoqërinë civile, e tjera, shoqata ndryshme, dhe çfarë kanë bërë? Vila, kanë shpërdoru paren, pra, mos plotësojmë që t'jemi qik sinqert me veten, mos plotësojmë njëri tjetrin ne, si populli dhe qeveria, mos plotësojmë njëri tjetrin, se ajo që theti popullit kanë luftu për drejtën, domethënë, kurse ne kemi një shpirt korruptiv si popull, mendoj. Jo të gjithë, sigurisht jo të gjithë. Kështu ka qenë dhe popujt tjerë. Po të shohësh historinë, popujt tjerë nuk hyn për herë në të rrugë. Pra, që me hopsin e tjerë, kanë hyrë fillimisht në rrugën e ilumizimit, pra hapjes mendjes. Mbas kësaj rruge të ndriçimit mendjes, që ka zgjat 250-300 vjet, kanë hyrë në proceset konkrete të shtetformimit, që vim ke John Locke edhe Rousseau. Dhe kemi 3 revolucionet e mëdha në botë, prandaj themi jemi familje euroatlantike, nis me revolucionin amerikan, vazhdon me të francezë, përfundon me revolucionin anglez. Europa në këto 3 këmbë është ngritur, Europa sotme. Edhe te Rousseau jemi, ajo kushtetutë. Lafayette, Rousseau, John Locke e tjerë. Kështu që unë nuk mendoj që ne e kemi bërë detyrën për ndriçimin e njerëzve. Dhe për të punë, popujt që ecën përpara janë popujt arsimor. Po të shohësh, këta kanë vendosur një anarshi, tamam me shprehje që ka pasur Lenini, ç'organizimi organizuar. Këta kanë vendosur një anarshi që në arsim. Përse njerëzit, kur shkojnë për të votuar në moshën 18 vjeç, nuk kanë informacionin e duhur për historinë e Shqipërisë,
se edhe historia e Shqipërisë nuk është shkruar si duhet, pak në këto 200 vjetet e fundit. Unë e shoh me rëndësi për ta shkruar që nga momenti që ka filluar Acertanes serbe dhe Megalidea greke, pra 1840-41, kanë filluar në një vit, që në atë moment historia e Shqipërisë duhet parë me shumë vëmendje. E ketë sigurt që 99% e parlamentit nuk e di, të parlamentit që po ikën dhe këtij që po vjen. Absolutisht. Absolutisht jam dakord me këtë, por ka dhe një gjë me ju thotë se ne nuk e kemi bërë. Atëherë kur vim ke ne, se ju përmendet John Locke-un e nëse ne do të shpjegojmë çfarë është Rousseau, mos ndoshta ne historikisht na kanë se është një temë që është diskutuar po thuaj me gjithë ftuarit që del, edhe ne nuk e trajtojmë këtë. Mos ndoshta po them mos ndoshta se unë kam atë bindjen time. Ne na mungojnë elitat ndërgjegjësuese. Pra, kemi qenë gjithmonë nën fuqinë e pushtetit dhe i kemi shërbyer keqe si elita. Dhe këtu po vazhdojmë dhe sot, se është e njëjta kulturë, që ajo me Turqinë, që ajo me ke pas një lloj rilindje në vitet 30, një elitë mendimin vitet 30 dhe para pavarësisë, ato që bën pavarësinë, dhe pastaj ti ke për bozukizmi duhet goditur. Ne besoj se kemi vajt një to 200 vitet e fundit. Që se të marrë, në 80 vjet i kemi shërbyer keqës, to që i quajmë ne elita apo intelektual. Edhe sot duket jemi të njëjtën gjë. Po ne nuk e kuptojmë që kur bëjmë një të mirë, kur e bën kur lufton të keqen, qoftë dhe ke tjetri, dhe tregon solidaritet njerëzor, kjo tregon emancipim shoqëror. Duke luftuar të keqen ke tjetri, qoftë edhe ke fqinji, po e marr edhe ke greku, ke serbi, ke malazezi, ke maqedonsi, ke italiani. Ti parandalon të keqen aty ku je. Ti dhe unë, në mënyrë sigurt, vitet 70-80, i mbaj mend, plas të një protest studentësh në Paris dhe digje Londra, nga studentët e Londrës. Pra, një solidarizim pa parë. Ngriheshin megjithatë kanë rru situata edhe në Europë. Po kanë ndru nuk është më ajo frymë, e kuptojnë ti do të thush vitet 60, 70, 80, po kanë qenë vitet një ndryshimi të madh. Le ta them, kulturor sfari. Tani do më lesh ta them se kam një linjë logjike. Tani kanë ndruar se kanë fituar ato që donin. Dhe demokracia me përfaqësim funksionon atje. Këtu nuk funksionon i nderuar syç demokracia me përfaqësim. Dhe po ta lexojnë njerëzit, ata që votojnë, se çfarë është kontrata sociale, që thotë që merr fund kontrata midis një populli dhe përfaqësuesve të tij, që janë deputetët. Këta nuk sillen si përfaqësuesë, ata sillen sikur janë burimi të mirës, ata nuk sillen si shërbys. Jo, ta sillen si bayraktar, si bejler. A jemi ne konstituentët tyre? Ti ke këtë term në Amerikë. A jemi ne ata që zgjedhim këta? Apo këta na thon, se tani kur ta blen votën, thotë mbyllë gojen. Ose ta merr votën me premtim personal. Ky është turpi i madh. Kur ti del me programe personale, unë dal me programe për popullin tërësi. Ashtu, nuk folën të dy partitë të mëdha, as për oligarkin, por të rishpërnda pasurinë e tyre, që thoni mi lodh shumë na ka vajt djersa ulluk etj, as për minimumin etik. Si do të jetojnë ta njerëz me 200 euro në muaj premtim? Jam dakord. Mos më ndoprit, se kam deri në fund. Dhe bota na mëson, edhe John Locke së bashku me Rousseau na mëson, kur ligjet e padrejta bëhen të ligjshme, pra ata kanë miratuar ligjet e padrejta, minimumi i kodit zgjedhor bëhen të ligjshme, atëherë kontrata sociale është prishur dhe populli jo ka drejt, po e ka detyrë të rivendosë dinjitetin e tij në vend edhe rendin juridik. Dhe duhet të kthehet për këtë moment, populli duhet të marrë pjesë me referendum në demokraci të drejtë për drejtë. Dhe ai me Republikën e Gjenevës në Zvicër, që është kulmi i demokracisë. Kjo është demokracia. Tani nuk është demokracia që ti e delegon këtë dy parti, këto dy parti me ligj kanë delegu kompetencat këtë dy liderët, dhe demokracia është, shohim si do binë çon nga gjumi Rama e Berishën, nuk është demokracia. Unë jam dakord, po sa njerëz mendojnë si ty dhe sa njerëz kanë dijen si ty dhe sa njerëz aplikojnë këtë. Një sekond ta mbaroj. Spot publicitar, Kantina Duka, support Xhiro me Syçin.
Pra, duhet të kuptojmë që ne si shoqëri nuk kemi pas as John Locke, as Rousseau. S'ka nevojë, njerëzimin ato janë dhe për danezët. Po, jam dakord edhe për gjermanët, edhe për suedezët. Jam dakord. Pra, ne kemi një shoqëri, duhet pranojmë këtë, dhe ne jemi në një proces sot. Dhe këtë proces as nuk si puna e njeriu, ka një moshë rritet nga bebob derisa je bo kaq. Problemi është që në këtë proces si kemi vërprune, domethënë se ne nuk mund të bëhemi as Francë, as Angli, e as Gjermani, dhe nuk bëhemi dot as i fqinjët tanë fatkeqësisht. Fatkeqësisht, ajo që ngretet ju në lidhje me fqinjët, ke plotësisht drejt, sepse jemi ne që i kemi lënë fqinjët tanë, s'po e them atë fjalën e ron, me na bën neve çfarë duan ato. Pra, çfarë përgjegjësie kanë këta? Masi dolëm ne nga 90-ta, në këtë proces e kanë ngedalsu, mund ta bëjshin më shpejt, mund ta bëjshin më mirë, ku kemi shku, sa kemi hec. Po të krahasohemi me botën nuk mundet më të rëmë. Ja, nuk, shikoj. Tani siç vetëm budollai mëson nga gabimet e veta, se është mirë të mësosh nga gabimet e tjetrit. Pa bëm mësim në tjetrit. Dhe bota ka kalu këto dhe ne fatkeqësisht ne dinim nga po iknim 91 dhe nuk dinim ku po shkonin. Tani dim të dyja. Edhe ti ke bindje se jetove në Gjermani e në Amerikë, edhe unë kam të bindje sot e di mirë se çfarë duhet bëjmë. Por të mos ndryshosh duke pretenduar që si ke mirë punët, e të mos ndryshosh dhe baf po i kokër, po me Ramën, po Berishën, atëherë i bi që ne jemi shumë rëndë. Megjithatë, këta jemi shumë rëndë si shoqëri, pra po them. Dakord, ne dhe këta pjesën më të devotshme shoqërisë, se njerëzit në demokracinë ndahen nga devotshmëria. Nuk ndahen kush është klani i njërit apo i tjetrit. Edhe nuk ndahen me flamur partijak, me përçarje të tilla. Historia njerëzore ka qenë do jetë lufta e të mirës me të keqen, drejtësisë me padrejtësi. Kjo është. Tani kur padrejtësia rref gjoksin, edhe tallet me njerëz si puna ime e jote e tjerë, se e ngjirë ke tërë jetën, ke 40 ca vjet më menun, që i ke thonë këto punë. Ke pas guximi i thonë dhe në atë kohë, edhe në këtë kohë. I kemi bisedu dhe pranit babës tatë. Unë e kom darë shumë, edhe që kemi qajtë bashkë me të bile. Po për këto punë. Tani, nëse neve do të themi që nuk bëhemi, unë nuk menoj që është kështu. Pjesën më të madhe, më devotshme, këta detyru më shku jashtë. Tani ti ka ardhë, se e pe që nuk u mbyll ka kjo jetë kaq bosh. Ti qof me këto që thu, ti plotso vetëm tënde. A e di syç që vetëm aty ku ishe ti. Që se po ndërpres, kur isha ne thoshin pse fol për ne. Tash i kam ardhur thonë çfarë do pse ke ardhur. Hajde je me shqiptar. Gjë. Ja ku ke ato djalin që po na regjistron e po merr me të punë. Kur dola unë 2016-ën, u turrën. Qa nuk thanë? E ma se më s'qetësa më e punë fare. Pse e thanë? Tani më thonë, kur do thush prapë? Do të paranojnë nësësh. E dyta, këto që thua, a i ke bindje apo jo? Unë i besoj të që them. Tash, unë me qëm jefon ato që them i kam bindje. Tani, unë vetën time se të ratoj. Tani ti shqyr që i ka hap dhe këtë podcast. Ashtu. Jo, unë shpresoj të kthesh televizion, se e meriton. Edhe ti themi ato që duhet me i thonë, edhe pa u lodhë. Le të mërzitën këta, bile ato duhet të mërzitën. Se tani, jetën e morën, i bim shkurt, jetën e morën. Pa, realisht. Po thinje fëmijët e mi, me këta sojsëza, se s'du të lëqoj gojën të podcasti ose shera parë, se erën tjetër, di unë që të them. Kjo është, kjo është hapësirë e lirë. Jetën e morën, syç. Tani të kërkojnë të marrin dhe ftyrë në momentin e funit, gjëja më rëndësishme është për mu, për ta njerëz tu. Nuk është pjesa që këta nuk kanë lexuar, se ne nuk kemi kaq pa lexuar sa themi. Ne nuk kemi traditë një, e dyta, ne kemi psikozë frikë të mërshme. Që këtu brenda, jo brenda, po dhe shqiptari jashtë thot si të votoj ose të mos ta them të fjalën këtu, se mbase do më ngacmoj familjen atje. Do më falësh Romeo se më ke dalë në një gjë që dje, jo larg. Nuk mund ta them emrin sinqerisht. Por një
Boll ka thonë. pjesë e strukturës së PD-s, po jo, është dhe femër. Një grua që është në PD, që ishte deputete dhe tashi nuk është, dhe më tregon në rrugë takoj rastisht, edhe më tregon mesazhin që i kishte çu gjithëve, e bona online, e bëra live, dhe mesazhin që i kishte çu Flamur Noka, po, për dalë sot atje. Dhe i thashën, më zonjë, thash, pa i kemi bisedu këtë, kemi qenë bashkë në debat, më ke kundërshtu njërën tjetrën. I thash, hajde thuj tash ti. Tha, nuk mundem, kam frikë, tha, se ti nuk e di qa kërcënime shkemi atje brenda. Pra, kur thojnë këto kemi kundërshtu e në Verhoxhën, po ti, dhe kemi luftu komunë, ti sot ke frikë me Flamur Nokën, që i funi a funit nuk ka, çfarë frikë kanë? Ku i kërcënoka ky njeri këto? Ku i kërcënoka Berisha këto që qose ka në njeri që duhet ketë frikë ose ati Berisha për krimet që i ka boje, për atë që i ka sjell vendit, se me që jemi ke çështja partizane dhe e thatë, tash kemi çështjen Çesdia, kemi Gërdecin, kemi korrupsion gjaksor, kemi katër vrarë në bulevard. Qa është politika këtu? Ty është me, se femrat majnë taka, po majnë dhe burrën duket, taka për të takave. Politika është parat mode, merca, aparenca, mbush xhepin dhe ik, edhe thuj yes men, ose yes woman. Unë mendoj që politika është përballje. Ja, përballje s'ka. Edhe mendoj që ka dhe femra që janë më burra se burrat, por të paktën ne, si brezi im dhe jodi, ja kemi bërë fëmijëve tanë, dalim ne të përballemi, fillimisht. Se kemi edhe përvojën, e dyta jemi lodh me këta, edhe s'kemi çfarë humbim. Këta mendojnë që ne kemi çfarë humbim. Unë menoj që s'kam që unë, them, bujrëm, a shpërsoheni për baljen, mjepni se be për tepër, se kusur s'kam për t'ju lënë. Se nga mundohem t'jem dhe këshu, reciprok në këta. Si që themi që ke fqinjës jemi reciprok. Unë jam shumë i vendosur që ne duhet të zbatojmë politikë reciprociteti, jo vetëm i fqinjët, po me çdo person. Si që meriton, që meriton të japim. Tani, kjo të tregon që ke integritet dhe ne kemi pas. Unë nuk e konceptoj dot që dikush të menoj që unë e kam frikë, e unë nuk shprem dot për te. Dhe ku ma thonë këtë, e atë fjalë që s'kam dash me thonë, e kam thonë. Qa ke thonë ti për shumë për Berishën, për Amër? 1, 2, 3, po them 300. Për të regu që fare, më hiq fare nuk e vend defter të punë. Po kjo punë nuk vjen syç, në qoftë se njeriu bile dhe Zotin, unë mendoj që jam besimtar i 100%, edhe i 100% shqiptar, edhe i 100% njeri, qytetar. Edhe Zotin nuk e respektoj nga frika realisht. E bojmë se kam argumentet e mia këtë jetë që ka Zot. Edhe duhet me qenë rrugën e tij. Ai morali ynor kush bazuar Europa, se Europa nuk, nëse kemi bërë histori, prandaj duhet historia e vendeve tjera që kanë kaluar këtë rrugë para nesh. Nuk ka ardhur pa një besim. Ne duhet të hyjmë rrugë Zotit. Kjo është ai morali është baza për të pasur një etik minimale që ne të bashkëjetojmë si qytetar edhe në rrugë të progresit, edhe si qytetar, por dhe marrëdhënie qeveritare. Po si që ka kjo, ti si person me frikën që ke vënë, me frikën me PD-s, këta kanë vënë dhe frikën tjetër, edhe kanë pas frikë dhe gjyqtarët. Dhe në vendet ku pushtetarët mbjellin frikë, ta nuk jam më pushtetar për e sundimtar. Unë e them sa herë që kam mundësi. Dhe vetëm kur dëshkojnë këta, ne do t'i zbresim nga karike koltuku i sundimtarit, nga froni i sundimtarit, tek froni i qytetarit barabart. Prandaj Gjoni Madh i Anglisë, do të thonë, 1000 ca vjet përpara, bashkë me aristokracinë angleze, vendosën për drejtën e një gjykimi të drejtë, pra shëndet e shenjtë gjykimi i drejtë, dhe gjithë ishin barabartë përpara ligjit. Dhe ne këtë punë do ta bëjmë, se Europa i ka thonë, e ne i themi kështu, nuk është kot ndarja pushteteve. Po t'jap një rast, shkon një nga kalorësit më të mëdhenj të njerëzimit, një nga kulmet e elokuencës, kalorës, që ka bërë betejë atë që se ka bërë njeri, ata që e dinë e njohin, po ka dhe një libër kulmet fjalës, pra kulme elokuencës, që këta që mbahen që flasin Shqipëri, ti krahasosh me çfarë ka thënë Mamaliu, këta janë primitiv krahasim me te, sa ai ka thelb mbi të gjitha. Po dhe ndërtim fraze të mrekullueshme.
ka pasur një gjyq me një hebre. Edhe gjykatësi ka diu, kur e merr, i drejtohet hebreut në mënyrë normale, kurse këtij i drejtohet me një lloj respekti të tepruar. Si kalif që ishte. Jo e thot ai. Ti si e për gjykombues. Se këtu para te jemi të barabartë. Unë kam mosmarrveshje me këtë, për një punë shpatë duket ta qenë. Vjedhje shpatë që kishte bërë ai tjetër. Unë tha nuk tha pranoj tha të më gjykosh tjetër. Pra njeriu duhet të jetë i drejtë me veten. Dhe realisht se ran këto, jo ky është vegla këtij e atij. Pa ata që më njohin e dinë që unë s'ja bëj dysh vetes. Kur e jap fjalën vetes, nuk e bëj dysh. Këta, ajo deputeti, ai është deputeti e paska bërë dysh vetes. Këtej shpirti i thot bëj të, po si mund të më përfaqësoj mua ajo me këtë frymë të tillë. Jam plotësisht dakord. Jo vetëm ajo, po unë pse thash mund noka. Unë pashja i kërcënoi bashkë me Albana Vokshin atje. Pretendoj që kishte një grup kriminal, po mu dukun shumë më qytetar xhabaftët se këta dy. Pra këta Lajm, mu dukun shumë më qytetar xhabaftët. Po realisht. Shkon ky edhe ka bën vepër penale atje. Edhe shteti nuk reagon. Tani a janë këta sodimtar apo ja? Tani po ta kishe bërë ti atë punë, ose unë që kemi një lloj ndikimi publik, prap do na kishin marrë. Po ky është muli, po s'është muli i Saliut ky tani. Jam, tash Romeo se për shkak kohës, jam plotësisht dakord se do diskutojmë prap. Ne jemi pronar, shumë interesante, se ne do të rrim 10 orë bashkë. Ne jemi pronar vetëm kohës tonë. Ju thatë për drejtsinë. Dhe ne kemi bërë reformën drejtësi. Dhe s'kemi bërë akoma reformë. Ne kemi hyrë me ca gishta, s'kemi hyrë reformë. Dhe reforma, por the për popullin, tash gjë. Ne kemi nevojë i lirë dhe Maliaj të bëjmë vetting në çdo pjesë në media. Pa dyshim. Te biznesi i madh. Si e kanë bërë? Administrat. Po ty është ti tani këtu, të më vish sot në Tiranë, ty është ministri apo në një ndërmarrje fuqishme, e më dalësh biznesmen, pastaj deputet, e më dalësh milioner, e ti më investosh pastaj në Afrikë, unë këtë s'ta pranoj kurrë. Ti thatë kemi hyme, ju thatë kemi hyme sa gishta. Tash këto gishta, a mund zgjidhin gjithë këtë mal krimi që është krijuar 30 vjet? Oferta ime është kjo. Nëse këta si do dilet nga ky, sepse ato do të jenë aty nga ngrejnë, biles do të jenë nga ngrejnë dhe fëmijët aty, se do të hiqen nga jeta Berisha, po Shkëlzeni. E kuptoj me paret e Berishës. Po Shkëlzeni do hiqi vëlla se në mos pas të qeveri dhe drejtësi institucionale ka drejtësi të Zotit, ka Zot, dhe nuk ka për të zhduk drejtësia. Gjithmonë ka dritë në fund tunelit, kush thot kundërtën është nga ata që është vullë humbur. Pak kontradiktore, Romeo, s'du të bëj debat me ty se je profesionist këtë punin, por ne historikisht si popull s'kemi pas drejtësi. Po s'do kemi? Jo, nuk thash që s'do kemi. A zgjoni ditë popujt apo nuk zgjon? Po mirë, po kemi kaq kur po na dëgjuam se njëri. Po si u zgjon gjermanët? Që ishin ca muçalishe ku francezët bënin qef. Tash ti për qenë ju thatë janë ca gishta që kanë hyrë në drejtësi. Tash krimi, korrupsioni është shumë i rëndë, shumë i thellë. Këto gishta çfarë do të bëjnë? Do të marrin 3-4, se unë jam dakord me ty, unë kam thonë, qose është puna për dënu vetëm Berishën, Metën, dhe më mirë dhe ato jashtë, edhe ta mojmë 0-0 këtë punë. Po s'ma le ta marrë gjithë paragrafin, gjithmonë ka i hyre, ka i përfundim. O do bëhet me hir, pra duke respektuar drejtat tona me ligjet e tjerë, dhe ne do të rrisim demokraci me përfaqësim, pra ne të kontrolojmë si popull, jo këta. Këta amburren se janë votuar nga populli për qenë deputet, bëjnë ligjet, bëjnë atë, bëjnë të, po. Edhe ne si popull do vend dhe i trup tjetër kontrollojmë edhe punën e parlamentit, edhe drejtësinë, edhe median dhe këto. Ka ardhur koha që në këtë kolaps korrupsioni qytetar të votuar të jenë edhe pjesë e jurive në gjykata. Tani ti vjen nga i vend ku është me juri, pa. Me juri. Edhe ata dhe arbitrazhi nuk e pranojnë se s'duan të heqin dorë nga tradita e jurisë që mban frymën e drejtësisë e mban popull. Dhe çdo qytetar atje, edhe shqiptar që ka marrë pasaportën, e ka me detyrim i herën 3 muaj shkojnë atje.
në përgjigje në përgjuri atje. Po më ka ardhur disa I kanë deri në s'ke shku ke bogabim, po ty detyron ajo që Jo, shkove. Edhe ke edhe sankcione por nuk shkove. Po nuk shkove, po nuk jam paraqit. Po. Jam paraqit, po kam justifikime. Tani s'ka më ta lej monopol drejtsin ke këta që kanë kalu vetëm në pa drejt. Unë nuk mendoj që gjyqtarët që janë, e prokurorët që janë, meritojnë më tepër 10% e tyre meritojnë të jenë në sistem, 90% zot janë. Jam plotësisht dakord. Ashtu. Tash kur 10% meritojnë të jenë, 90% meritojnë të jenë, atëherë si do të zgjidhësh këtë 90% sa kalajet më të komisionit të trimit? Tani ka dy rrugë, o me hir o me pa hir, se ta mendojnë që këtu s'vot me pa hir. O populli çohet, dhe tha Donald Lu 2017-ën, e tha në Borrell, çonin, nxirrin nga zyrat ata që nuk u përfaqësojnë. Takoj një grua kryetare bashkie atje, në takimet dhe foli aty. Këta nuk e kapën. Frym e boni Berisha revolucionin 7 herë. Dgjoj. Frym revolucionin kështu Romeo, jemi kushte të reja. Po që na bazon, po nxohet formula kjo s'bët, tani këto dy rrugë janë. Jo, si do bëhet. Unë si jurist, ora unë doktrinën njoh më mirë se këta që pretendojnë që jam dakord me po. Tani jam apo të lejtë Romeo, si do e bësh atë frym në revolucionit me pahir? Kush të ngrehet më në Shqipëri? Njerëzit kanë bërë vila, kanë kriju një jetë, unë i shoh as se qa kokë njëri janë të jetu, fillos të zoni plazhi, shkojmë plazh. Atëherë pas kemi punë të mirë, kot theti që kemi keq, atëherë të vazhdojmë siç jemi. Jo, nuk vazhdojmë siç jemi. Tani një popull që nuk i bën përshtypje. Si bën për këtë desha them. Mjerimi vet po, jo më tani. Te desha them, po nuk i bën më ti Romeo. Se si ka bën ai, si do të bëj sot, si ka bën ai. Se gjë, kështu thon edhe këta berishanët në 96-ën, ku popullsisë në 97-a, që u fryn piramidat, thanë nuk ka popull tu dhe nuk ka zgjidhje, që nuk ka problem që nuk jep zgjidhje Berisha. Kuptoti? Edhe kemi qenë bashkë diskutonin më atje për ballë dajtit, ke Bish Valerina, ashtu. Tani e pesi u quaj populli, nga syt këmbët. Edhe tjetër gjë se jo prek leku direkt e ishte moment tjetër. Po do ta sjelli Zoti që do i prekë gjë direkta. Problemi është që ne duhet jemi më civilizuar e duhet dim t'i kërkojmë sap përfaqësuesve tanë. Nëse ne këta i zgjedhim edhe i konsiderojmë si perëndi, kjo është pjesë e mentalitetit ton, shumë të nështruar. Ti the jo, si mund ta pranosh deputet njëri, si ajo që tha që jemi të kërcënuar brenda dhe nuk flet. Dhe ti e ke zgjedh për përfaqësuar ty. Çfarë përfaqësimi ke ti aty? Çu marron? Jo mos ne populli e administrata që është Po atëherë, a duhet ta fillojmë? A duhet fillojmë? Po, dakord, patjetër. Unë këto kam thonë intervistat e para. Unë kam dashur me t'regu njerëzve, përballuni me, edhe me Kosovë. Po çdo gjë gjithë Kosovë. Po gjithë bota me Kosovë ka fituar. Përballuni me, mos i keni frikë. Bile unë kam për buzje në veri, po nuk është se i në vlerësoj. Përballem. Me çfarë do të Kosovë do përballem. Edhe sikur mos më japin këta shpërblimin, ka për të më dhënë Zoti, nuk e di unë se si do më japi. E si do më nxjerri. Por nuk kam farë, duke qenë që kam bindje që jam në të drejtë. Edhe orientohem nga e vërteta, dhe e vërteta me drejtësinë janë bashkë. Edhe gjyqjet çfarë janë? Zbulojnë vërtetën që t'japim drejtësi. Se kur zbulohet e vërteta shiqare, nuk ka çajre pa dhënë drejtësi pasaj. Ne do të përballemi. Edhe të ndjekin vërtetat. Tani kur unë du ta zhbëj, tani ti thua ky popull nuk çohet. Kjo s'është e vërtetë. Romeo. Jo, po më trima se ne janë këta, a shqiptar këta fundërinat që po na sundojnë. Më fal, ma jep tani po bëhem unë gazetari. A shqiptar të fundërina që po na marrin shpirtin e? Po, shqiptar. Po shqiptar si ne, kush i ka bërë ta? Kuçetre? Po, jo, them gjë. Ti the një gjë të vërtetë. Ne na ka bërë shërbysja, këta i ka bërë zonja. Ti dhe unë, Romeo, ti dhe unë, se është temë tjetër të diskutojmë gjatë. Pra, ky popull nuk ka një ndërgjegje dhe një është i konformuar. Po jemi në formim jemi. Po, tash ti dhe unë e dim shumë mirë se çka ndodh 90-ën. Dhe ty dhe mu dhe shumë të tjerë ja kanë manipulu dhe falsifiku historinë që ne kemi pa vetë, kemi qenë dëshmitar, kemi... Jo, ma ato që kemi bërë ne kanë marrë si ku e bën ata. Po pra. Po këto e dinë këtë punë. Prapë kanë arrit pse që theti se kanë media, kanë këtë, kanë parë, kanë gjitha. Po ti jo më ta përmendesh. Fariu derisa ran burg Ramizi, pastaj na doli. Po pra. Tash ti për na doli këtu tani ta gëzoi ajo goca që merr vota ky tjetri. Për shku në vend sigurt, Muri, Fariu, e Vokshit tjerë që janë njerëz Berishës më. Se nuk e ton njerëzit, more ç'është kjo familja kësaj Vokshit,
që nga motra e madhe Mimoza, tjetra Vjolca dhe kjo Albana, që janë atashuar ke Berisha dhe janë pjesë e familjes, dhe me këto nuk flet njeri. Ata nuk nervozohen në shtëpinë e tyre, nuk duan kur mos daçin, po nga përbosh t'ja them, që ju jeni të tillë, dhe si të tillë, ju nuk meritoni, ju jeni të kohën kalme, ju jeni me misione të familjes, si jeni për popullin. Ju nuk po besoni njëri. Kjo grupim duket. Po ky tjetër, si mund dali ky servili i të gjithëve, domethënë, i Kurani Sajt edhe i Ramizit, edhe më keq. Këndesi çka ka ai, na del si figurë e madhe, çfarë them tani? Unë kam për turp në partimën. Ku është figurë e madhe? Ku është figurë e madhe? Tash unë po të pyes për te. Çfarë do të ndodhi me këtë parti, me që e hapet? Emën edhe shkurtimisht se atë parti. Çfarë do të ndodhi mas kësaj? Unë mendoj që o do iki Berisha, o të ikin këta nga Berisha, por nëse vazhdojnë kështu, Berisha do i marrë me vete dhe po i merr. Po i merr. I mori këto zgjedhje. Berisha nuk ka i me fituar. Unë nuk mendoj që ka vend për ta rindërtuar partin. Po s'ka nevojë. Shiko, ai është një grupim, jo, është një grupim si punë e LSI-s, që nuk i prishi punë kujt se po shkrihet. Kjo është pak më e madhe, po të shkrihet ajo. Po. Se këta çka kanë tani? Sa vota kanë tani? 50. LSI-ja vajti me gati 20 atëre. Po, 18. 18, nuk ka rëndësi. Ja, po ato do shkrihen, do shkrihen. A u shkron më partia punës? Atëherë. Po mos na pjelli partitë të reja kamalli. Atëherë. Duhet që partitë të reja për 10 vjet mos kenë këto njerëz të tyre. Pyetja fundit se devijojmë pak si e shef parlamentin e ardhshëm dhe politikën pas këtyre zgjedhjeve. Shoh në ndryshim. Partitë e reja, si janë as parti, bëhen parti. Po. Nuk janë kaq të reja sa ton. Se kanë më shumë se unë që fjalën për gjithë më të gjithë, se nuk po i jap rëndësi asnjëherë për ty, ne. Me financime të dyshimta, se ka dalë tani dhe i skandal në media. E dyta, çfarë skandali? Skandal financime, që kanë nxjerrë bledimane, nuk është pak. Edhe asnjë s'po kundërshton. Për kë? Për gjitha partitë. Për partitë e reja. Partitë e reja. Po. Ashtu. Dhe i kam lut personalisht dhe publikisht disa herë të bashkohen, nuk u bashkuan dhe më çuditshme është se tani pretendojnë që nuk u ka përcyer egoizmi. Egoizmi, ata që flasin për egoizmin, ata ishin egoistët. Edhe më të pabesët në këtë se premtonin që do bashkoheshin. S'po i them emra se do thonë tani po merr Romeo me ta të rit, që ka bë Veseli, ashtu. Pra unë mendoj që rreth parë duhet të ketë bashkime të barabartësh. Jo, vi unë tani dhe them, ai do syç mas me mbështet mua. Dhe këta gjithë donin për kryeministër këta. Po. Këtu u bë deti Kosta tani, edhe hajde me luk brez. Jo, po njëri tash s'po e përmend as unë me që ai thonë do të jem kryeministri i Shqipërisë, këtu më keni o më vrisni ose këtu më keni. Jo, ai se ka probleme vrave vetëm, por problemi është problemi është edhe bova që dhe ka tentuar me vrap, por problemi jo nëse po më unë, se mirë shtuke mua, se i ran qaf kot. Unë mendoj që ne duhet të shohim, nuk mund të kundërshtojmë PD-n dhe PS-n me të njëjtin ndërtim, me të njëjtin mentalitet. Këta duhet të tetoshin. Kjo ndodhi me partitë. Këta duhet të tetoshin popullit për t'i hapë syt. Jo për t'i deviju vullnetin. Vullneti nuk deviju. Ç'më duhet mua vota e njeriu të pandërgjeshëm për atë që voton. Unë mendoj që e tregoj rezultati se sa i vlerësoi populli. Po jo, unë dëshiroj tani që nisje do të treguar tani ana ligjore dhe korrektësia. Spaku mos më bëj gugufin atë gjum. Të gjitha këto parti, PS, PD dhe këto partitë e reja që kanë marrë vende në parlament, t'u bëj një skaner të financimit partive. Besoj do të kemi një rënim total nëse të zbatohet ligji, jo të gjithë e kanë marrë seriozisht i po them unë, do të kemi përgjegjësi për lobimin e Berishës, shumë të rëndë. Shumë bukur që solle se kishan menduar. Përgjegjësia do të jetë edhe këtu dhe në Amerikë, besoj unë, dhe do të jetë edhe për personin juridik që është PD. Mund të shkojë deri në pezullim. Për mua, nëse zbatohet korrektisht ligji, ajo parti do pezullohet. Se këtë sigurt të parashikon ligji përgjegjësinë penale e personit juridik. Se këta flasin kështu, thotë kanë firmosur unë, thotë gjithë qeveria, thotë, po ka përgjegjësi penale e personit juridik, që është kryeministria ose qeveria. Dhe shkon dhe ti si kryetar dhe gjithë ta që kanë vënë firmën. Se problemi i madh se po arrestojmë 25 veta e i bëjmë fajtor për se që vjedhin me
firmose koncesionet, këto, ato, tendat e mdhej, që thot Berisha të tjerë, kur të aplikojmë të ne edhe parlamentin, do të vim ke pika Singaporit. Ne kemi disa shembuj, po Singapori është më i miri. Unë sigurisht shqiptarë që zgjidhjet janë juridike. Do vetëm vullnet, personi dur, vendin e dur. Dhe ai në 82-shin, vendi me perceptimin më të lartë korrupsionit në botë. Ne jemi lule krahasim me çka ka qenë Singapori. Sot e ka 0.5. 0.5. Dhe është vendi më i lumtur në botë, edhe nuk din çfarë të bëjmë. Po si ai vend që si ka as 1000 km2, që ka portin më të madh në botë dhe aeroportin më të madh në botë. Ka një GDP të tmerrshme, të madhe. Ka një koeficient lumturie të lartë. Shteti është pronto në shërbim total. Domethënë, ne kemi shembull gjerman për administratën, shembull Singaporit të luftës kundër korrupsionit, edhe me 2 ligje kanë bërë. Po këto 2 që bëjnë sigurie me një tjetrin, pse s'votojnë ligjet antitrust, antimonopol? Nuk ka vend që unë hetoj në çdo treg karburante, telefoni, siguracione, mos jetë bërë me deal. Pra, kemi ose monopol, ose duopol, ose oligopol. Dhe që të gjithë falen tek politika lartë. Dhe ky është i këtij, thon, ky është i këtij. Tani, se për çfarë vajta në Amerikë? Vajta për kaluar, domethënë, një muaj larg shpistime. Mos vajta për atë punë. Vajta për të thënë që situata është kështu, lexohet shumë shqiptar. Dhe ato që se bëjnë këto, që theti shoqatat e civilëve, mund ta bëjnë njëri i thjeshtë. Dhe ti nuk kupton se e ke parë, aty të hapen dyert më shumë se këtu. Absolutisht. Ta këtu, që inshallah e marrin atë derën me vete ku do shkojnë, që se hapin, se nuk të le meritokraci. Dhe këta të heqin të drejtën ty, domethënë që ti në jetë të marrë çfarë meriton. Me që ti e bëre kështu jetën, po i vëj kryq kësaj jetës time unë, edhe po merrem me ty tani, se pa drejtësi nuk ta fal. Dhe nuk e fal as njëri as tjetri. Se janë njëri i padrejt me retorik edhe pa pranueshme, ky e ka i çik me bojna ky tjetri. Por ti bëjmë pyetje të dyve. Po kur fiton njëri, meritën tu e ka marrë Rama, që ka fituar PS-ja. Po fitonte PD-ja, do e merrte meritën pra Berisha. Tani që unë PD-ja e ka fajin Rama. Pra dhe këtu, këtë lloj retorike, si mund ta pranojë të jetën të? Po fitonte, do merrte meritën. Kur humbin, nuk i marrin kusuret. Edhe këtu problemi është që ne nuk kemi rregulla loje që theti, përderisa nuk ka demokraci të brendshme në parti dhe meritokraci. Jo më të partitë jashtëligjshme, ta thashun. Po, atë ke demokracinë në popull. Tani populli jemi tani e keqja është syç që unë kam taku njerëz që vetëm në ngopur me këtë dhe shohin, e kanë hapur syt. Tani duke punuar atje në Amerikë, sikur edhe mos kesh kontakt me shqiptarët. Thjesht shkon e vjen ato rrugët e Amerikës, del nga shtëpia, shkon punë kthehet në shtëpi, edhe bën një rrugë me avion për Shqipëri këtu, ti merr diçka nga Amerika. Ata e kuptojnë tallën që bëjnë to me ne. Se ai shqiptari atje, miku im, këtu e kemi pasur sport, që bënin mundje bashkë, erdhi tha, qumshi këtu bën, në Amerikë bën kaq tha. Edhe këtu tha bëdhe çik më tepër tha. Unë kam rrogën minimumi $60,000 muaj atje. Këtu këto rrogat tona janë, thot ky do t'i bëjnë derë, t'ja bëjnë €200. Todi. Unë nuk e di se si ka ta ndisem ne prindit tanë, do shkoj edhe unë mbas se ka ta ndisem kështu, po inshallah jo. Ti lutem fëmijëve nesër të më mbajnë me ushqim. Kupton? Se dun këta, se nuk u mbushën ta, nuk u ngopën këta, edhe zorzopë që i shkojnë mas tyne. Sa herë ka marrë telefon nona dhe baba ty? Jo, nuk është tjetër. Po si mund t'ja ul, si mund të më shifte mu, edhe nëna baba im të më shifte ku dhe ndihmoja, si dhe ndihmoja, se nuk i ditë pensioni. Pra njerëz, një kishën mbaruar shkollën jashtë, një pedagog tjetri këtu, edhe ata
Ata duhet shifnin, Romeo, problemi është i kemi këtu. Është shumë eron. I kemi këtu. Po problemi pensionit e sot edhe në botë, e di që jo, fare, po le më le teorinë. Syç, po pritet tani pse që dal vetë pension atje. Problemi është që nuk dihet çdo ndodhi me pensionet, sepse nuk ka të ardhura që të muloj pensionet. Ka më pak të ardhura pensione më shumë. Tashi shoku, zoti Syç, një krizë ekonomike ti e ke në botën. Çka kemë, e varfër ke kudo, e pensionista që do më lesh të flasim pse thua ti. Atje nga i vjen nga arti, pensioni është 1/3 ushqim, 1/3 strehim, 1/3 edukim. Ktu s'del rroga për ushqim. Ti vazhdon, edhe ke atje një familje në Amerikë me minimumin, ti e di shumë mirë çfarë do të thonë në Amerikë, me $24,000 në vit, mbati familje me 4 veta. Absolutisht. Po absolutisht. $24,000 në vit, ti dele lyp në rrugë në Amerikë. Po prit, ai 24 mos thyta si për gjona që i kam përjetuar me $24,000 në vit. Po pra, dele lyp në rrugë, më jo mos këtu me ato çmimet që janë në Amerikë. Po. Që ata kanë këtë minimum për të mbajtur fëmijën gjallë. Tu ke çmimet dhe më të larta, edhe ke pension. Ai që është. Jam dakord. Mund të ketë tu si ç'është logjik kriminale. Mund të ketë pensionin poshtë nivelit të rrogës minimale. Ti rroga minimale e ke llogaritur, edhe rroga minimale nuk del. Rroga minimale nuk del për të jetuar. Jo më pension minimal. Bëj pyetje. Ku do han këta më valla? Kjo tokë, ky vend këtu, pavarësisht që ka ca budallë, ka ca njerëz që shesin s'kan karakter, janë të paformuar. Nuk ka rëndësi. Po s'ka një humanizëm tjetër, ku do hajta, ku do jetojnë ta? Ku do jetojnë? Unë jam dakord me gjitha me çato. Problemi është këto probleme nuk i ke shkallë, ke kudo në botë. Jo, nuk i ke vëlla. Po i ke kudo më Romeo tash, s'ka varfëri në botë. Po e diti që në Amerikë janë sot që po folim ne dy, janë rreth 30 milion homeless. Tani unë i pash atje dhe po jo, e diti ç'bëhet në Kaliforni sot. I kam pa. E din San Francisco ç'bëhet. Janë mush parë që tu flet nëpër makina. Po. Tani do të vazhdojmë. Po nuk mund ta pranoj. Ka probleme në Gjermani sot. Ka probleme në Itali sot. Po shkoj shqiptar. Romeo, po jam dakord. Po ne po ikim idealizimi që kemi bënë, na ka marrë qafë. Sepse kemi botën idealizimi që i kemi bënë. Unë e kuptoj kod komunizmit se ne ishim të izoluar. Që ne kemi nevojë për shpërndarje pasurie. E dyta, ti populli, ti kthehen të gjitha. Tregon një vend botë sot që nuk ka varfëri, nuk ka probleme. Që e bën se kështu kemi gjithmonë debatin. Ti popull ti kthehen në burimet natyrore, resurset. Se i kanë marr njëri më pisë tjetri. Edhe i dim shumë mirë se i kanë marr. Ky popull do bëhet më eficient. Ne nuk dolëm nga 91-shi, dolëm premtimi që do ndaj dhe pasuria e madhe kombëtare që ishte krijuar, mua më ra bishi lopatës, edhe atij që kishte 1000 metra katror dyqan, mori dyqanin me mënyrë pa drejt, i futet dhe ishte aty 500 Po tash e kemi ndërtuar gabim, tash ky ndërtim gabim. Po, edhe ky që bëri lëmshin deri tani, ky do vi prapë, jo më shumë. Po pra ky do vi, në rregull, këtu e mbyllim. Ky që bëri lëmshin sepse atë që bëni lëmshin ne duam ta bim prapë pushtet. Maroj, e mbyllim këtu. E mbyllu ti pse shkove ke Partizani apo e marrë të shkëlqenin se eçi këto po janë ti. E majte me atër atë. Çimë? Për dosjen Partizani. Është haberi madh. Mos më hapë, mbledh me dosjen Partizani e nisa. Vje keq që nuk e kam drejtuar si duhet emisioni sot. No, me dosjen Partizani e nisa unë. Unë me dosjen Partizani ta nisa emisionin. Mirë. Dhe ti është për mua është ngjarje e pritshme, sado që në një ndikim që ka bërë realisht gjykata të opinionit publik, se ka qenë shumë i vëmendshëm, për herë të parë këto çojnë një çështje të këtij personi, një korrupsion të këtij, e çon për gjykim. Dosje edhe më e qepur është pjesa e privatizimit të OSSH nga Çezi, ata e pushuan dhe unë kam çuar në gjykatë lart, edhe është në datën 22 maj dhe bëj thirrje si shqiptar, si një person që edhe unë kam lexuar 2 rrjedhë nga drejtësia dhe që aspiroj për drejtësi, gjykatëve ta kthejnë atë çështje, se meriton, ka fakte reale, pamohueshme, të mbështetura dhe prova të mjaftueshme, ta kthejnë për të paktën për një investigim tjetër, plotësim hetimi në SPAK dhe jo siç vajti gjykata e Tiranës në kundërshtim me ligjin. Pra ishte krijuar SPAK-u në atë kohë dhe ata nuk e çuan dosjen atje, po e çuan gjykata e Tiranës.
e të zbarë dhe vërteta. E do të tregoj që gjithë qeverisja e Berishës ka qenë shpërdorim, korupcion dhe përvetësim pasurie publike. Faleminderit. Gjithmonë na intereson diskutimi me ty, po e kemi bë privatisht, ta bëjmë kështu tani para kamerave. Edhe do ta bëjmë kur dalim bashkë me dy emra. Faleminderit. Paça. Faleminderit shumë.